Mirë se erdhët përsëri në Reze Dielli, do të flasim tani me Altin Jokën për mungesën e selenit në organizëm. Çfarë është seleni fillimisht dhe ku e gjejmë atë simptomat që na jep mungesa e tij në trupin ton? Shpeshherë ngatrohen simptomat nga mungesa e mineraleve të ndryshme, siç e thash. Megjithatë, le të marrim disa mendime dhe këshilla prej nutricionistit ton Altin Joka. Përshëndetemi fillimisht me të. Mirëmëngjes Altin, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ditë të mbarë të urojmë. Ndërkohë, kemi zgjedhur të flasim edhe për boronica, duke qenë se është frut i stinës dhe do të mundohemi të tregojmë disa prej vlerave të jashtëzakonshme, duhet të thënë, të këtij fruti të vogël nëpër masa, por me shumë rëndësi për organizmin. Por përpara se të shkojmë në pjesën e dytë, le të ndalemi pak te seleni. Kemi folur gjatë sezonit për shumë minerale. Dhe një prej tyre në organizmin tonë është seleni. Çfarë na përmbush selenin? Për cilat, le themi, gjendjet tona ose organe funksionon më së miri? Nëse do ta fillojmë mbar, mund të themi në qoftë se magnezi, sepse për magnezin flasim shumë, është prodhuesi i energjisë në trupin tonë, në qoftë se hekuri e transporton oksigjenin dhe zinku është ndërtuesi kryesor i imunitetit tonë, pra duke thënë dy fjalë se bëjnë dhe elementë tjerë, por që janë mineralet që përmenden më tepër, seleni është ajo që ruan jetën e qelizës tonë dhe ADN-n tonë. Po ashtu hormonet tona, zemrën, trurin tonë dhe sistemin imunitar. Edhe pse është shumë i pakët në organizëm, pra ka afërsisht 15 deri në 20 miligram selen trupi jon, pra po themi diku sa një kokë orizi, përsëri është kaq determinant ta në 3 kilogram minerale që ka trupi jon, ku baza kryesore është kalciumi, që është rreth 1.2-1.3 kg sipas peshës së personit, pastaj vjen fosfori diku me 800 gram në trupin ton, kaliumi me 200 gram, i shtatë vjen magnezi me 30 gram, vjen hekuri diku 5 gram, seleni diku është nga fundi, 2-3 mineralet e fundit kryesor në trup, që është 15 deri në 20 mg. Por trupi ju na ka mësuar diçka të jashtëzakonshme në këtë drejtim, që është edhe rëndësishme dhe për jetën. Edhe pse kalciumi është 6-70.000 herë më tepër se sa seleni në organizëm, funksionet që kryen seleni janë më të mëdha se sa kryen kalciumi. Kjo na tregon se rëndësia e mineralit në trup nuk varet nga pesha, që ne i trajtojmë në emisionet tona apo në faqet tona, duke i shikuar nga pesha, i nuk varet nga pesha që ka në organizëm, po nga roli biologjik dhe funksionet që luan. Tani, për selenin të flasim diçka. Në opinionin tim, seleni ndoshta është minerali më inteligjent në organizëm, sepse është aq i rëndësishëm sa në këto vitet e fundit quhet minerali i jetëgjatësisë. Dhe nuk mund të ketë një jetëgjatësi, është vërejtur tek persona të cilët pas ja bërë autopsisë pas vdekjes, personat që vdesin më shpejt, kanë një sasi më të ulët seleni se personat që kanë një jetëgjatësi më të madhe. Nga ana tjetër, ne dim shumë mirë që seleni kontrollon dhe aktivizon 25 proteina shumë të veçanta që quhen selenoproteina, të cilat ruajnë nivelin e qelizës tonë. Pra qelizat tona nuk funksionojnë dhe nuk mbrohen nëse nuk janë këto 25 proteina të selenoproteinës që prodhon. Një nga faktet e tjera që është shumë i rëndësishëm, seleni pse është inteligjent? Sepse ne dim që mineralet prodhohen një pjesë në mërqi, një pjesë në veshka, një pjesë në gjendën paratiroide, disa minerale në shpretk, pra prodhohen në vende të ndryshme, sepse trupi jon funksionon për te imagjinatës son në kuptimin e mrekullisë që ka trupi jon. Në momentin që prodhohet seleni, prodhohen kryesisht në mërqi. Në momentin që prodhohet në mërqi, del në qarkullimin e gjakut. Në qarkullimin e gjakut është një ruajtës, se çdo mineral ka ruajtësit e vet, selenoproteina P, e cila e ruan selenin. Dhe në këtë moment sa del në gjak, i gjithë organizmi dhe gjithë organet kërkojnë selen dhe nevojën e selenit. Dhe kjo selenoproteina P i dërgon të tëra mesazhet në tru për nivojet që ka çdo organ në trupin ton për selen. Dhe truri jon e ndan, siç bën për gjitha mineralet e tjera që janë sakrifikuese, por seleni ka një nivel dietese pak më të madhe sepse ka dhe nivel shumë të ulët në trup që gjendet. Dhe në këtë moment truri fillon dhe e ndan se sa seleni duhet çdo organi. Problemi është që truri nuk sakrifikon kur asnjë organ para vetes tij. Dhe pjesën kryesore të selenit e merr për vete. Pra mund të kemi 95% mangësi në trup, po pikërisht ai 5% që do ta marrë truri sepse nuk funksionon pa këtë element. Parë është vërejtur në studime që si një fëmijë, si një madh, si një grua, si një moshuar,
truri e shpërndan në të gjitha organizmat në të njëjtën mënyrë. Fillimisht vetes së tij dhe në fund fare ja shpërndan lëkurës, thonjve, plokës dhe kockave. Të gjithë personat njësoj. Do të tregojnë nivelin e perfeksionit që ka trupi jonë në mënyrën se si funksionon. Tani, nga ana tjetër, duhet të themi se çfarë bën seleni në këtë drejtim. Të tregojmë çfarë është seleni dhe si funksionon. Duhet dim së pari që tiroidja është organi që ka përqendrimin më të lartë të selenit. Sepse është seleni që shndron hormonin T4 në T3. Dhe nga ana tjetër, urgjit dëmtimet e qelizave në tiroide, seleni. Në qoftë se mungon, kemi dëmtim tiroides më tepër. Në ana tjetër, antitrupat, pra ajo anti-TPO-ja që na del, apo anti-TG-ja që na del në analiza, pikërisht nuk prodhohen, ose më saktë, prodhojnë nivel oksidimi në hormone dhe është pikërisht që mos dëmtohet për të krijuar një masë mbrojtëse antioksiduese, është seleni. Pra, prandaj dhe seleni ka sasin më të lartë tek tiroidja. Dhe gjithashtu është parë që sa më shumë selen kemi, ose sa më pak selen kemi, niveli antitrupave TPO bëhet më i lartë tek pacientët përgjithësi, tek tiroiditi autoimun, sidomos te Hashimoto. Nga ana tjetër, seleni është një nga mbrojtësit kryesor të një nga enzimave bazë, ose më saktë antioksidantit kryesor në trupin tonë nënës të antioksidantëve, që është glutacioni, që mbron ADN-n ton, membranat ton, mbron mitokondrit ton dhe nuk mund të prodhohet glutacioni në mëlçi pa nivelin e selenit. Nuk punon pa selen. Nga ana tjetër është një fakt interesant me viruset. Në moment ku kemi mangësi seleni, në Covid u pa shumë e rëndësishme, kjo kemi mësuar shumë nga Covidi dhe më pas, seleni te personat që sëmureshin në Covid dhe gjetën vdekjen, apo që sëmureshin më shpejt, apo dhe nga viruset të tjera, kanë mangësi seleni. Sa më i lartë jetë seleni, aq më shumë infeksioni është i përballueshëm. Infeksioni bëhet më i rënd, rikuperimi bëhet më i rënd kur ne kemi mangësi të selenit. Madje niveli mutacioneve të sëmundjeve bëhet më i rënd në organizëm dhe viruset po ashtu ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe bëhen shumë më të ashpra në luftën ose për të mposhtur trupin tonë. Nga ana tjetër, seleni është nga elementët kryesor që kryen detoksifikimin ton në qelizat hepatike të mëlçisë, duke ulur nivelin e ekspozimit ndaj toksinave, sidomos ndaj mërkurit. Po ta vëmë re te peshku që gjendet seleni, kemi dhe mërkur dhe selen, dhe nuk është krijuar kot, është antidoti i mërkurit. Në moment që futet mërkuri në trup, seleni ngjitet me molekulat e mërkurit dhe jo vetëm mërkurit, por edhe me toksinat për t'i larguar dhe e uren mërkuri jashtëzakonisht selenin kur bashkohen bashkë ose kur është. Nga ana tjetër, truri është elementi bazë për rregullimin e neuroneve, për ruajtjen e integritetit qelizor, për mbrojtjen e këtyre neuroneve, për funksionimin nervor të kujtesën, për problemet e disa nga sëmundjeve neurodegenerative, për problemet e funksionimit të përditshëm të trurit dhe komandave që jep, seleni është nga elementët bazë. Nga ana tjetër, zemra. Në qoftë se do kemi mangësi të selenit, do kemi një dobësim të muskulit të zemrës. Dhe të personat që kemi dobësim të muskulit të zemrës, një nga arsyet është dhe mangësia e selenit. Madje dhe çrregullimet kardiake. Kjo nga aritmia dhe deri te elemente të tjerë. Madje edhe te problemi i plakjes. Në qoftë se një person ka një plakje më të lartë se sa grupi i tij moshës, një nga arsyet kryesore është seleni, sepse 70 trilion qeliza tona që ne punojnë. To prodhojnë energji për të na mbajtur gjallë. Prodhojnë midis tjerave dhe radikale të lira, por midis tjerave pësojnë dëmtime. Dhe është pikërisht niveli i një sistemi perfekt antioksidues që jep trupi, ku është i përfshirë jo vetëm seleni, po dhe qëdhjeta. Koenzima qëdhjet me selenin bëjnë të dyja mrekulli. Dhe edhe në kjo interesante kjo e plakjes, ë? Po, edhe në studimin në Suedi u vëre që 200 mg të koenzimës qëdhjet dhe 200 mikrogram të selenit të bashkuar, personat që kishin probleme kardiake, njerëzit që ishin të plakur në mosh, kishin një rigjenerim pas 3 dhe në 5 muajve, dhe shtoj edhe i gjatësia dhe punimi i zemrës ishte më i mirë, po dhe problemet ishin më të lehta edhe në plakje dhe në mbrojtjen e nivelit të sistemit nervor e tjerë, sepse aktivizonte disa qeliza mbrojtëse dhe plakja biologjike përshpejtohet me mungesën e selenit. Prandaj në Suedi doli ideja që seleni duhet quajtur midis tjerave minerali antiplakje. Nga ana tjetër, seleni është i lidhur dhe me problemet e kancerit.
Në vitet 70 shkencëtarët bunë re që tokat e pasura me selen më tepër se ç'duhet shkaktonin probleme të kancerit. Por seleni është aq inteligjent sa është vënë re që edhe te tokat që janë më të varfra se ç'duhet, kemi të njëjtën rritje përsëri të kancerit. Dhe kjo është një gjë prapë e çuditshme te seleni, që pasojat që ai jep ose gjendjet që ai t'i jep në organizëm, si mangësia, si teprica janë pothuajse të njëjta. Dhe është nga të vetmet ndoshta edhe mineralet e ralla që në gjak duhen bërë 7, 8 deri në 10 analiza që të kuptojmë që kemi mungesën e selenit. Pra, është e vështirë vetëm me një analizë, sepse është vërtet të thash inteligjent dhe vepron ndryshe nga analizat që kemi dhe shkenca ende nuk e ka kapur në këtë rast. Kjo lidhet edhe me madhësinë, që është shumë pak në trup, si mineral gjurmë, si bakri, kështu, për punën e analizave. Kemi të njëjtën gjë edhe me jodin. Edhe jodin në të njëjtën sasi gjendet, mangani në të njëjtën, do flasim ndoshta në një po dalin më mirë në analiza më shpejt, po. Po dalin më shpejt, ndërsa seleni është shumë i vështirë. Nga ana tjetër seleni dhe aspekti i fertilitetit dhe i testosteronit të meshkujt. Është ai që ndërhyn që prodhimi të kryhet i mirë i spermatozoidëve. Mbrojtjen e ADN-s të spermës dhe po ashtu dhe fertiliteti qoftë mashkullor dhe femëror. Duke kombinuar dhe me elemente të tjerë, po kjo është baza kryesore. Në qoftë se në organizëm ne do kishim mangësi vitaminës C, vitaminës D, të zinkut, të magnezit, do kishim vërtet probleme të mëdha. Por në qoftë se ne do kishim mangësi të selenit, funksioni dëmtues i sistemit nervor dhe i sistemit imunitar, i riprodhimit do ishte i pa rikthyeshëm përsëri. Pra që ta kuptojmë formën që ka. Altin, tani, nëse ke mbaruar logjikën. Ka shumë, por dakord, flasim për diçka tjetër, urdhoni. Po mendoj që njerëzit tani duan të dinë nëse kanë ndonjë simptom të dukshme, të dallueshme, apo të zakonshme, apo të jashtëzakonshme që na çon tek mungesa e selenit, që më pas të merren masat për ta zvendosur atë, qoftë përmes ushqimeve, qoftë përmes suplementimit. Atëre, të gjitha mineralet japin pothuajse shenja të barabarta në mangësi. Pra shenjat që japin në organizmin ton kanë një ndjeshmëri pothuajse të njëjtë. Por te seleni unë do jap disa gjëra ndoshta pak më të veçanta, mos jap gjëra të përgjithshme. Kur një person ka një ndjeshmëri ndaj tymit të duhanit. Pra edhe nëse e pi dhe nëse nuk e pi, po edhe ku nuk e pi kryesisht, kur ka një ndjeshmëri ndaj tymit të duhanit, tregon që mund të ketë mungesë të selenit. Kur nuk përballon konsumin e alkoolit, pra dehet shpejt dhe ka një turbullim. Kur kalon një infekcion viral, pra një temperaturë, një grip, një virus të stinës, në momentin që rikuperimi është shumë i ngadaltë dhe do një kohë shumë të gjatë sistemi imunitar, një nga arsyet është që mungon seleni. Kur inflamacioni është kronik i përhershëm, kur analizat të dalin mirë, të del feritina mirë, të del vitamina D mirë, magnezi mirë, dhe ti thua si ka mundësi që imuniteti im është i dobët, një nga arsyet është mangësia e selenit. Nga ana tjetër, te flokët është vënë re, kur rritja e flokëve ndalon. Kur rritja e flokëve jo vetëm ndalon, por kemi dhe rrallim të flokëve, se kemi dhe nga minerali zinku dhe të tjerë, por kur ndalon, që është baza kryesore, kur humbet shkëlqimi i tyre, kur deformohet floku dhe fillon kemi një qarje të brendshëm të flokut, pra të fijes, atëre një nga arsyet kryesore është seleni. Nga ana tjetër, kur kemi një stres të prershëm, që do të thotë, nuk përballojmë dot një stresin më të lehtë në punë, acarohemi, përthejmë, kur kemi një punë fizike apo mendore, dhe ne nuk e rikuperojmë shpejt këtë stres, dhe na sill dhe probleme më pas, pra ashpërsim, kjo tregon që ne kemi mangësi të selenit. Nga ana tjetër do shikojmë problemet me fertilitetin. Në qoftë se meshkujt nuk kanë, pra pas një marrëdhënie intime, janë shumë të dobësuar, me zor e kryen, kanë probleme gjatë kësaj kohe, kanë një ndjesi lodhje shumë të madhe, edhe pse kanë putuar, kjo tregon që kanë mangësi të selenit. Nga ana tjetër, kur ju keni kryer 7-8 orë gjumë, kur ju keni bërë një jetë normale, dhe shikoni që edhe pas pushimit keni të njëjtën lodhje, një nga mangësitë mund të jetë edhe seleni. Dëmtim, ku kemi dhimbje muskulare, se kjo ndodhet për shumë minerale, po midis tirave është dhe kjo, nga ana tjetër do themi, nuk je i sëmur, por nuk je as mirë. Por nuk je i sëmur dhe nuk je as mirë, një nga arsyet do jetë pikërisht do jetë kjo. Pa këto po themi disa nga
2-3 të parat ishin të veçanta, pra tymi duhanit, apo deja shpejt, po ndoshta nuk duhet të ngatrohen me shenjat të tjera që të arrim në konkluzionin përfundimtar të mungesës së selenit. A ka persona që mund të jenë më shumë të rrezikuar se sa disa të tjerë nga mungesa e selenit? Po, duhanpirësit janë numri 1. Kanë mangësit të jashtëzakonshme. Duhanpirësit largojnë dhe vitaminën C, largojnë disa nga mineralet, por një nga element kryesor që eliminojnë shumë është seleni. Personat që pinë alkool, personat janë të moshuar, ata që kanë problemin me sëmundjen celiatik, pra që kanë problem intolerancë ndaj glutenit, personat që kanë mërqinë e dhjamosur, sepse vetë në mëlçi thamë prodhohet selenoproteina P, që prodhon mëlçia për transportimin e tij në tutje, dhe personat që kanë këtë e kanë mangësi këtë lloj proteine. Personat që kanë probleme me gastritin, që pinë omeprazol apo barna, të cilët duan të ulin aciditetin e stomakut, apo që kanë ndërhyrje edhe në stomak për bërë ndërhyrje të stomakut, për ta zvogëluar. Për personat që kanë probleme të larta të sindromave metabolike, duke filluar që nga diabeti apo obeziteti. Ka janë personat të cilët mundet të kenë probleme në përthithjen e selenit dhe mund ta kenë mangut selenin, personat që vuajnë nga Hashimoto dhe nga problemet e tiroidës. Në mungesat të theksuara, sigurisht që rekomandohet suplementimi i tij. Po në raste të tjera, sigurisht që janë një kategori e caktuar ushqimesh që kanë përmbajtje seleni. Ti përmende pak shpërndar, por që le të bëjmë një përmbledhje se cilat ushqime na zëndësojnë selenin e munguar. E nderuar, ti fole për problemet e suplementimit. Duhet të kuptojmë që seleni është i ndarë në 5 forma të ndryshme, pak 5-9 tipe seleni brenda selenit. Dhe forma më kryesore që jepet në suplement është L-selenometionina. Është forma më e mirë që bëhet përthithja më e lartë 80 dhe 90% në organizëm. Në 4 format e tjera nuk ekzistojnë në përgjithësi te niveli i suplementimit, por të 5 format ekzistojnë tek ushqimi, në forma të ndara. Dhe ato duhen marrë të 5-ta. Në shumë raste seleni i marrë në suplement nuk ka dhënë rezultate të larta. Testimet në 4 studimet e fundit deri në 2021, që një nga studimet është bërë në Suedi, u pa që nuk kishte efekt të kanceri prostatës, saq mendohej, ose të problemi i fertilitetit në sasi, dhe për një kohë të shkurtër jepte efekte. Studimi që u bën në Meksik, për shembull, u pa që jepte efekte të shkurtra për problemet e tiroidës. Nuk jepte efekte afatgjata, apo të rikuperonte nivelin qelizor dhe dëmtimin qelizor në tiroide. Dhe ndërsa ndryshe vepron në mënyrë natyrale. Por në qoftë se do zgjidhet një në formë suplementare, unë para rekomandoj shumë rrallë, do gjitet L-selenometionina, që është forma e parë e përthithjes më të mirë. Tani nga ana tjetër duhet të kuptojmë, megjithëse ne kemi 20 mg, 15-20 mg në trup, në përgjithësi ne na duhen 50 dhe në 150 mikrogram në ditë selen, sepse aq konsumojmë dhe pjesën tjetër e mban rezervë truri jonë. Kryesisht truri, pra e komandon. Ne aq na duhet në ditë. Tani kush janë ushqimet që kanë nivele të larta të seleni? Palat janë anat braziliane. Po ka një ndryshim. Seleni përsëri nga mineralet e tjera ka një ndryshim përsëri të madh këtu, të veçantë që tek një arë është gjetur 45 mikrogram selen, tek një arë 80, tek një arë 120. Edhe pse kanë qenë në një paketim në një qese, nuk po flasim në zona ndryshme, në një qese. Tek disa pesh, se toni dhe sardela kanë sasinë më të lartë, që toni afrohet madja arës braziliane dhe kalon në disa raste. 100 gram, 150 gram ton. Tek disa tonë është gjetur 70 gram, mikrogram, te disa 100. Pra, kemi një ndryshim. Në disa to ka sasi të lartë të ulët. Prandaj dhe nuk e masim dot edhe ne sa duhet marrim. Pra është nga mineralet e rralla që shumë toka e kanë shumë lartë, shumë e kanë pak, shumë nuk ekziston, edhe tek qumshi, te disa qumshra, për shembull te djathi parmigiano, është vënë re që ka një sasi më të lartë te djathtrat seleni, është te ky djath, është vënë re që te i njëjti djath, një pjesë e selenit është më e lartë te një pjesë aty djathit, dhe te një pjesë. Pra kjo i ka çuditur shumë dhe seleni po studiohet të paktën nga 4 universitete të mëdha në botë, po studiohet ende sepse deri para 5-6 viteve, unë kur jam njohur me vitamina para 12-14 vite me selenin për ta zbuluar që bëra librin e parë, këto 3-4 vite kanë ndryshuar shumë elementa në drejtim studimit. Në gjendje selenit i themi shkurtimisht. Ara braziliane ka diku 50-70 deri 100 mikrogram në selen. Toni ka
70-80-100 mikrogram, 100 gram ton. Te sardelia, salmoni, ka pak më pak. Veza, ka diku 15-20 mikrogram, mishi i viçit ka diku 100 gram, diku 20-25 mikrogram, karkalesat, frutat e pyllit, farat e luledidit ka shumë dhe kërpurvat, thjerëzat dhe bishtajoret. Të shëra dhe orizi, kryesisht orizi integral. Por, ne e gjejmë selenin, pra një nga nën tipet e selenit, pa tek peshku, dhe te mishi është seleni i parë që rekomanduam që jepet edhe në formën suplementare, që është 90% më i përfishëm. Por selenet e tjerë, 4 tipet e tjera të selenit, gjendet të kërpurdhat, gjendet të klakra, të spinaci, të asparagu, të hudhra, të qepa kryesisht të kuqe, të patate, të bishtajoret. Pra seleni gjendet në të gjitha këto që ne thami. Kemi kujdes nga toksiciteti i selenit. Se do njërë ne marim selen, më shumë se shduhet, prandaj thuhet që merr një 1 ose 2 ara braziliane. Se ne marrim një arë braziliane është e mjaftueshme në raste të ralla 2, se ne marrim dhe nga ushqimet të tjera. Por ka një problem. Në momentin deri në 300-400 mikrogram në ditë duke sikur nuk ka, sepse atëherë janë bërë studimet me 200 mikrogram në ditë janë bërë studimet suplementare, kur bëhen studimet. Por megjithatë, kur kalohet kjo sasi dhe merret nga ushqimi, kalohet në një toksicitet. Ku do ta dallojmë ne? Era e frymës që ngjan njësoj me aromën e hudhrës. Ti nuk e ngrën hudhër, por fryma jote vjen her hudhër. Në qoftë se vjen hudhër, atëherë kemi një toksicitet të lartë të selenit. Dhe kjo ka ndodhur tek shumë njerëz që vuajnë nga tiroidja, që marrin nivele të larta të selenit në përgjithësi, që marrin dhe nga ushqimi, marrin dhe ara braziliane, marrin dhe suplementar. Nga ana tjetër, kanë nivele të vjedhurit në çdo kohë, sidomos kur çohen në mëngjes. I vjen për të vjedhur. Çdo mëngjes kanë një problem trazi, pra nauze. Kanë dhimbje të barkut të përhershme. Kanë një diare të përhershme, edhe pse nuk kanë probleme tjera, dhe kanë një humbje oreksi nuk i pëlqen më të konsumojnë. Dhe nga ana tjetër, kanë një shije metalike duke u bashkuar gjua në momentin që bashkojnë një gjuhën me pjesën e qelzës lart, i ngjitet dhe nuk është aq që është pak poroze, pra bëhet sikur kemi një ngjitje. Nga ana tjetër duhet shikuar të rënje flokëve, tojnë të brisht, deformime që kemi tek njollat që mund të lëshojnë afër lëkurës së flokëve, apo dhe në lëkurë, tek pjesa e disa shenjave që jep lëkura, dhe dopsia në përgjithësi që jemi dhimbjet mpirjet e duarve, shpim si gjelpëra që këto na jep dhe anemia dhe të tjera, po çrregullime neurologjike. Ku kemi vështirësi në përqendrim që ne po e humbim. Pra kemi përdorur selen dhe kemi filluar që përqendrimi mos jetë i mirë. Ku jemi shumë irritues, ku kemi shumë kruarje në lëkurë, të gjitha këto dhe rënjet e flokëve, dhe këto që unë thash lodhje dhe dopsinë muskulare me aromën si të hudhrës, mund ta tregojnë që kemi një marrje të toksicitetit ose selen më tepër se ç'duhet në organizmin tonë. Çdo gjë është në masën e vet, çdo gjë e tepruar sigurisht sjell dhe pasoja për shëndetin. Dhe shenja si mangësia dhe teprica pothuajse janë të parafërta. Problemi është që analiza më e mirë është kur të bëjmë analizën është pikërisht selenoproteina P do ishte më e mirë, sepse është vënë kur bëjmë analizën e gjakut, në plazëm na del ndryshe, pra kur ne bëjmë një analizë dhe në anë tjetër kur bëjmë disa analiza të selenit, duke sikur e kemi të plotësuar në plazëm ose në serum. Ne kemi të plot, po problemi është që nuk është funksionale. Nuk është funksionale në trupin tonë. Bëjmë selenin në eritrocite, e cila është një selen që na jep një kohë më të afatgjatë, siç është HbA1c-ja tek problemi i diabetit apo të aspekti metabolik. E njëjta gjë dhe statusi i kësaj analize. Por selenoproteina P është një nga markerat më të mirë për shikuar statusin e selenit në këtë drejtim. Por mundet bëhet analiza e enzimës së glutathionit, të peroxidazës, që të shikohet që a e kemi mangut ajo, pastaj bëjnë analizat e TSH-s, anti-TPO-ja, për të kuptuar që ku është mangësia e selenit, se ndonjëherë nuk jepet vetëm me 1, 2, 3 analiza. Po duhet një grup analizash, bëhet testosteroni e të tjerë, për të shikuar në qoftë se ne kemi mangësitë të gjitha, do kemi mangësitë e selenit. Se shumë njerëz bëjnë analizën e selenit dhe të jodit, që është shumë determinante për ndërtuesi dhe muratori, mund t'i themi selenit dhe jodit për tiroiden, por duke sikur ka selenin në rregull. Faktikisht përthithje e tjera është shumë e vështirë për të kaluar në organizëm, edhe për të kaluar në gjak. Prandaj dhe bëhet edhe glutathoni dhe disa analiza shtresë për të parë që ekziston mangësi e selenit apo jo, sidomos njerëzit që kanë probleme tiroiden. Qartë. Mirë, bëjmë një pauzë dhe rikthehemi për të folur tani për boronicën, pas publicitetit.